S'ka problem. Sa do vini ju 170 antarë. Lojtar trajner shkoj. Lojtar trajner plumash. Unë kam gati 30 vjetë që merrem me këtë lloj sporti, që ka filluar në Shqipëri. Jam nga të parët në Tiranë, që jam marrë me këtë lloj sporti dhe tash vazhdojmë akoma, por që na kanë bllokuar për arsyet që ato e dinë vetë shumë mirë. Nga keni të trashëguar nga prindit. Ka qenë babai, pastaj i marrë dhe unë tash. Atëre, nga gjithë kjo përvojë që keni, cili është momenti që keni ndjerë kënaqësi apo luftojmë më të madhe nga plumba? Kur plumbat kalojnë kufirin, kaq. Ne kemi vite që merremi me këtë punë, por që bllokada ka qenë gjithmonë. Tash është një bllokadë që nuk është për arsye fare tash të doganave, por arsye vetëm shtetit. Sa plumba keni? Unë kam gati 100 copë plumba. 100 copë. Distanca më e madhe që ka përshkruar plumi juaj? Triestën. Nga Triestja për shtëpinë time në Tiranë. Në Tiranë, po. Po s'ka gjëse në për të themi që lozën e programin Zing internacional, Unë na kthyen doganë vlla, na kthyen kotonis. Unë na respekton Kroacia ku shikojnë plumati do tër bota vlla. Në Gjermani, në Belgjik, çdo vend kemi mbledhur botë, kemi pluma me lek. Vemi tani na çajin kokën aty vlla. Ne do nisim për ganë, nëse plumat ta nuk kalojnë, do ganë do bet nami. Dhe plumat e tyre s'do kalojnë me për 100 vjet. Kaj për ju them. Po s'kemi llafe. Ideja është ne të regjistrohen atje edhe ato të tjerë në fund. Nga mediat të vejnë në veshin e duhur, vretja e të gjithë plumbarizve dhe e të gjithë sportdashësve. Pretendoj që ne jemi shumë të rregullt, mbas edhe ky zoti Fidel Ylli na ka ngatruar me ata që janë 30 veta, po ne me 170 burra këtu që po bëjmë sport për relaksin ton. Nuk kemi kërkuar në fonde apo diçka të ndryshme. Megjithatë tek neni 10, më falni pak, te neni 10 i Kokshit, që të antarësohesh në Koksh duhet të jenë të paktën dhe 5 federata të tjera ndërkombëtare të njohura nga Komiteti Olimpik përkatës. Federata Plumët e Posës është njohur nga FCI-a. Neve tani është ajo shpreha, ajo fjala që prish shtëpi e bëj kasolle. Neve jemi në shtëpi, pse do jemi në një kasolle të gjymtyruar. Të më falin ata miqët, ata shokët, se unë i njoh se jam ndër të parët dhe jam pioneri i kësaj federate. Dëgjuar vetëm dy persona. Nuk ka dëgjuar të gjithë djemt, gjithë çuna, se këtu ka njerëz veteranë si punë Pëllum Mukës, që janë veteran, Luli, e shumë të tjerë këtu. Duhet të vit na dëgjoj dhe ne një herë këtej, që si është dhe nëse është diçka që është shkelur nga ana e kësaj shoqate, kupton Pllumat e Posës 2003, është një shoqat që ka zhvilluar gara, kam qenë gjithmonë prezencë që në 2011, kur kemi bërë gara, kemi zhvilluar gara në Malë të Zi, në Kroaci dhe janë bërë gara, kjo shoqat ka marrë pjesë edhe për evenimente ndërkombëtare, si në Francë, si në Berlin. Është e njohur dhe certifikuar nga një organizat ndërkombëtare që e ka emrin me iniciale FCI, Federata e Kolombofilëve Internacionale. Dhe